dëgjuar aty ngrohtë, se jo për gjë, po ka dalë policia me apel. Apel drejtuesve të mjeteve, kujdes në rrugë, përdorni zinxhir në zonat malore. Në çfarë mrekullie. E la çfarë. Jo. Hajde më këtu. Fare tash. O ti pyet një herë pse po e themu? O burra këtu. Pse po e thua jo na të lutem? Pse e the? Tani, që ta dish, doja të shkoja në një nga këto zonat malore Franci për të bler diçka, dhe po mendoja të marr zinxhir apo mos të marr zinxhir. Okej, ja, ta thot policia këtu, merr zinxhir, kaq, vazhdo. Do ta marr se më shkon shumë edhe me fustani. Jo na, do ta marr. Qa flet më, zinxhir makinash edhe zinxhir qafe? Më ti, si jemi ashtë pasur tani të marim edhe zinxhir për një qafe dhe të zbukurim edhe makinën tani. Jo na, makina në dimër, kur ecën në borë, ka ato zinxhirët, nuk është gjerdana jo. Ma ha, se more seriozisht, s'më lët bëj qik humor, s'më lët, tani edhe unë kam patet, Franci, edhe i di këta. Isha shumë konkrete, Isha aq konkrete, sa më ngrive gjakun. Ama të keqe, se jo për gjë, po edhe mua më godet edhe fort kjo euforia jote që wow, për çdo gjë që shikoj. Franci, gjithsesi kjo wow nuk ishte kështu edhe aq kotë, kjo mrekullia që themon, sepse kjo është bërë edhe për të paralajmëruar, domethënë. Njerëzit nga bora, e kupton çfarë se sa njerëz të kujdesshëm janë Franci për shteti, e kupton, intereson kaq shumë për njerëzit dhe po ti që kaq e vërtet, domethënë edhe përtej fasadës, do ishte vërtet një mrekulli më Franci, çfarë mrekullie. Edhe lidhe me temën sot, me spatharen e Librazhit. Pikërisht Franci, është një fshat i cili jeton, më thonë si të thuash, mbi një vdekje të tmerrshme. Po, edhe sipas studimeve, shtëpit në fshatin Spathar jetojnë mbi një sasi të jashtëzakonshme uji, që do të thotë zgavra dhe shpella, të cilat her pas here shëmben edhe krijojnë si themi një rrëshqitje të dheut edhe tërmete të vegjël. Edhe nuk ka as shumë kohë Franci që një masiv i madh dheu është shkëputur dhe është afruar aty në fshat. Dhe kjo gjë i ka alarmuar edhe njëherë tjetër banorët. Kemi ardhur në Spathar të Librazhit. Ju do thoni, çfarë është gjithë ky dhe i cili ka rënë pas shpinës time. Por ja që po ju them, edhe unë në këto momente që po qëndroj këtu, ndihem në rrezik. Para disa ditësh, në një buzë mbrëmje rreth orës 6, banorët e kësaj zone kanë parë me sytë e tyre dhe dëgjuar të gjithë këtë ngjarjen e çuditshme të një dheu i cili ka rënë shumë pranë banesave të tyre. Ky dheu që shikoni pas meje është shumë pranë banesave. Dhe këtu ka disa banesa të cilat banorët ndihen të rrezikuar që një ditë mund të shemben edhe shtëpitë e tyre, së bashku me të gjithë mallin që ato kanë prej vitesh. Çfarë tmerri, Franci, të jetosh me frikën se një ditë mund të përpi dheu. Po, edhe këtë që po themi ne në fakt e kanë thënë edhe autoritetet, sepse është bërë një studim terreni në atë zonë dhe është verifikuar që ky fshat qëndron mbi disa liçene të vegjël, të cilët rrezikojnë që të shëmbin tokën nga çasti në çast. Dhe fal Zotit,
Franci, nuk ka ndodhur me e keqa deri më tani. Edhe pse her pas here kjo keqa ja u kujton këtyre banorëve me ato tërmetet e vogla që i vë komplet në rrezik shtëpitë e tyre. Por një gjë Franci që nuk e kuptoj, tani pse nuk ikin, pse vazhdojnë rrinë aty? Po, për një motiv të thjeshtë, Jona, sepse banorët janë në një dilemë të madhe, duke qenë se Bashkia e Librashtit i ka bërë një ofertë që, le të themi, nuk është se i leverdise dhe shumë, sepse banorët e Spatharës janë të mësuar me jetën e fshatit. Pra kanë tokën, kanë gjën e gjallë, dhe Bashkia i thot që këta të lëvizin në Librasht. Dhe tani, Spathara, Librashti, nuk është tek sasi qyteti Librashti që këtyre do t'i ofroj pune dhe mirëqenie. E kuptoj. Tani gjithsesi ky fshat Franci është shumë afër me Librashtin. Tani pse nuk shkojnë? Po pikërisht për këtë që po të thoja, pra, që do me thënë ata e kanë të lidhur jetën me gjën e gjallë, me tokën, shumica të pakten e këtyre banorëve, dhe ti marrësh ata, ti çosh në qytet, i bie që ti japësh vetëm, ku diun, bonusin e qeras dhe asistencën sociale, dhe pastaj asgjë tjetër për ta. Si është fiksi një dilemë, Franci. E di si po më vinte ajo dilema e Hamletit. Hamleti nga Spathara, me atë kafkën e dorë, që thotë, Librashti, më thënë, të rosh në atë Librasht, dhe shikon Librashti me gjithë mundësit që i jep, dhe më thënë, edhe pastaj shikon këtej nga Spathara dhe thotë, atë të mos të rosh. Pa aty janë kujtimet, Franci, aty është fëmiria, janë lopët dhe gjithë shka. O, pa aty... Kjo është çështja. Nuk, dhe më thënë, ja ke ashtusur muhabetin të gjithë djemve që janë përpjekur të interpretojnë Hamletin, Jona. Faleminderit. Çfarë dini ju për këtë fshat, sipas gojdhënave apo njerëz më parë që kanë jetuar brez pas brezi? Çfarë ka, pse duhet të ketë rënë ky dhe? Tu ka pas ujë, se një mal aty lart, janë 2 gurra ujë. Po? Është një liqenj, thonë liqenj kuq. Liqeni kuq. Po. Do dhe shumë larg këtu. Është aty ku është bora. Aty ku është bora. Po. Thonë gojdhënat pleqt, që a kanë zënë me lesh, me bajka leshi, pleqt dikur më parë. E po të hapet edhe qyteti Librashti përmytet. Apo të hapet ai liqeni? Po, edhe qyteti përmytet. Po pse duhet të ketë ujë Po, poshtë? ka shumë ujë. Ka shumë ujë këtu? Po, ka shumë ujë, ai vën atje ka shumë ujë. Edhe nga atje me ka plas 2 gurra ujë që janë ke fshati lart, ke xhamia lart, emine. Nga atje dalin burimet e ujit këtu. Por nga bashkia vetëm gjini shtëpi me qira, e të paguajmë bonasin e. Paguajmë në qytet. Shkon në qytet. Po shkoni do të qytet? Po të shkoj unë, dhit ku të çaj. Lopën ku të çaj. Mushën ku të çaj, unë më të harroj. Se të ardhë tjera s'kam. Këtu i ke gjithë mallin, shtëpinë. Po, ja, ku të çaj. Ta marrën lopën, ta shes sot. Pra ai është dheu që shemp. Tu jemi në shtëpi. Ja 100 metra larg. Po thuj 100 metra. Pas 100 nuk është, po ja ku është vetë, duket vetë. U trondin shtëpia dhe dyert u hapën, nuk mbyllishin më. Dëshim dhe dyert i kam hek. Po s'ke tërmeti. Po që që tërmeti se lëviz dhe një pak e do iki. Po kjo ishte e pabesueshme. Unë këtu thërrisi atjerëve për dalë jashtë nga shtëpia, ku flasi atje, shtëpia këtu grau. Siç janë këtu, i ke edhe brenda. Ja, pra, janë dhe këtu. Është gati ke 10 pont. Ti ke bërë këtë, çfarë ke jeni? Shkum. Gjithë kjo tronditje. Këtë shtëpia. Shikoni pak çfarë ka bërë në këtë dhomë. Aja ka shtryth shtëpinë gjithë. E ka shtrydhur shtëpinë. Se këtu nuk rrit dot. Kjo unë të poshtë, si dysheme, si banesë, edhe kërcasin sa me çati i lartë, edhe kërcasin 3 herë. Edhe lanët kërcasin kup. Janë të mërthyra edhe kërcasin për gjetë bashkëkit. Si tulet poshtë, dik mas murit, mas vendit. Dyshemeja. Gjithë ke dyshemeja? Gjithë dyshemeja, e kretë të Shqipni. Ja ku që ka të qarë të ku? Ja, të qarë komplet, ja. A të natë do të gjithë A kjo? natë e krisi, gjithë shtëpia. Gjithë shtëpia? Gjithë shtëpia. Edhe në zonën të papanushme? Po, kush rrit këtu?
Këtu jam tek njëra nga banesat e fshatit Spathar, që ndodhet shumë pranë Tidheu që është shembur. Dhe këtu pranë kam zotnin, i cili do ta tregoj të gjithë historinë, si e ka ndjerë se ka shumë pranë, afër shtëpisë. Tani që ka 2 javë që ka ndodhur kjo punë, unë nuk ishe këtu për momentin, ishe në Greqi. Duhet themi shqyqyr që s'ke qenë. Shqyqyr zoti që nuk kem njëherë me rëpt, i gjitha mirë. Tu kanë ardhur shumë gazetarë, kryetar i bashkisë, deputet kanë qenë, na kanë dhënë gjë i fashprese, po gjetën ne s'kemi parë gjë. Tash unë po rri ke një kushi atje, ai nuk ka këtu për momentin është në Greqi. Ai do vi me familje. Unë nuk je këtu, nuk rri dot këtu, se këtu ka zhurmë madhe. Shikoni pak ti ke banesën këtu. Unë kam banesën këtu, Si sa afër është? po, nuk 10 ka metra. mundësi të tri. Kështu që jam të ujë tri aty, ai tani do vinë. Unë nuk mund të rri dot. E i lutem shtetit, e kemi bërë thirrje, të gjitha, që më kanë thënë që do ndihmojmë. Gjë tani nuk ka asnjë lloj përgjigjes kemi marrë. Tash ku shkoj unë? Ku të vete? Çfarë ka ofruar bashkia për ju? Bashkia ka thonë që do gjejmë shtëpi me qira, mund të lëvizni. Ka i ka thonë, s'ka Pagu qiran? Pagu qiran. Unë nuk kam mundësi të largom me baktie më thash, po të pagën fuskogën. Nuk ka dhënë asnjë lloj përgjigje. T'japin ndonjë dëshpërblim që të largohesh nga këtu. Pak ndihmë financiare. M'japi ndihmë që të largohem për këtu. Ka i du nga shteti unë. Zotni, kjo diçka që duket. Që këtu të shi, mund ka lyt komplet nga lart, ka plas komplet toka lart. Ka plasëri komplet. Lart. Nga këtu tani, e gjetje ka ik poshtë. Do të vijuar. O deviju shtëpia. Edhe poshtë po ka ikur, unë tash këtu jam në ujë. Ku mund të arris tash unë? Ku mund të rri tani brenda unë? Ne tani do Ti qenë më pranë kësaj ngjarje? Po, unë kam qenë. Normalisht ke dëmë më të mëdha. Po, unë jam i pari këtu edhe ky poshtë, po unë herë jam i pari që po vjen, sa vjen më këtej. Kjo do ikin tash. Edhe plasin kam komplet te kasolla është prishur komplet. E kam nxjerr me lope, me bakti, kam qur te komshit. Tash plasa komplet nga lart, djej te komshiu poshtë. Tu kam ngel në ishu. Shteti të më jap mi fondime. Unë s'kam, unë vetëm një asistencë, 20.000 lekë marrun. Unë jam pa punë, gruaja pa punë, fëmijë pa punë. Ku mund të shkoj? Ku drejtohem? Po bëj 14 vjetë, 14 vjet. që e kam bërë këtë banesë tu, mi po e ra një rëshqitje dhe u, këte e kraun Po. e majtë, e so, mi po ka artë dhe këtu ke sopi, ajo akoma merë për Shqipra, ku di unë që atë bëjnë nesër pas nesër. Ka pasur dëmtime banesa? Jo, dëmtime nuk ka pasur, Po, se është në shtëpi e re. o shtëpi e re, se 30 vjetë ka. Një krisë në gjohë nuk kom pa, po ka ik komplet Sa të ka kushtuar ke banesa? 100 milion. Unë kërkoj nga shteti që të më vresoj Banesën. banesën, Po. edhe si ta këtë mendu ata. Që jemi vështirë, Të ngulesh nga këtu. ku shkoj unë? Një e kom mushkën, një e kom lopën, një e kom pula. E qera si këndot? Nuk i ke me qera unë. Se qeraja do shkoj një vit 2. Më tepër ku shkoj unë? Gjithë këtë malë tu, Pronën, ke pronën tënde këtu. unë një këtë a që kam i këtu, që përshqifni ju, këtu, unë siguroja bukën time. Jana, tani më ke futur dhe mua në atë dilemën. Të rrosh Ndë librazht me bonus qiraje, atë mos rrosh. në Spathar, me lopën, me shpinë tënde, me të gjitha kujtimet e tua që i ke aty. Ky është një muhabet leshi, Jana. Po pse e bën kështu? Qa ishte kjo? Jo, jam serioze të kjo, është muhabet leshi, që do me thënë dikur, këta fshatarët e Spatharës e kanë pas ndaluar lumin me lesh. Mos të ta, se gjuna, qike këto, Fran, që të lutem shumë. O, Jona, nuk po talem, jam shumë serioze të kjo. Po qike këto? Po kjo kështu e bënin vërtet. Do me thënë, vinte sezoni që qethni këta delet, deshët, Vicat, po? Shiko, kjo puna i qethjeve të vicave është e kove moderne, është bashkohore. Po atëhere këta, qethnin delet, deshët, edhe leshin që mblidhin e merrin edhe ndalonin lumin. Edhe pastaj vran bajlozin. Apo vun leshin, pastaj vran bajlozin. Si ishte kjo muhabet? Po hamë. Nuk po tallem, jam shumë serioze, kam seriozisht. Po si nuk po tallesh tani, ndalonin lumi thot me lesh, çike këtu.
Moj kemi nënën 91 vjeçe e cila na tregon. Do me thënë e shkreta në kohët atere, linte lesht për të ndaluar lumin, që mos vinte pastaj lumi e ta merrte fshatin për lesh. Nëne, si quhesh? Shahe Leka, Sa vjeçe je? 91. Qofsh mirë me shnet. Kom hypë 91. Besoj du t'jesh nga më vjetrat në Kom fshat. marrë 13 vesh tu, bona 91. 25 në leve, i kom rritë jetim të. Si është historia e këtij fshatit? Gjithë të fshatit për para ka qenë, nuk ka pas lëviz, as mi që është shfare. Vetëm kur nëse s'kishim ujë. Kishim ujë të ujë aty, atë ujë të mu qyteti, a ne s'kishim ujë tu. Ne nuk kishim ujë në atë kohë, për në sa ku vatisej tonë, mire i fuqi 20 kishe, se s'kisha fuqi atjera. Fushat qesmen tu, e rrije tonë, dhe sa moshe fuqi, i fusha motorin në zorën krup, vadisa arën. Shterte, e mosha prapë, se s'kishim ujë, se mu qytetit në la pa ujë atë. Qyteti. Qa vitesh? O, ka kohë. Është e vërteta këtu, ka ujë ky fshati? Ka ujë. Ka ujë poshtë? Ka ujë poshtë. Ma ka thonë plejtë para që atje ka pas zonë plejtë me lesh, ka në matis. Ka vjetër. Ujë. Ujë. Edhe nuk del ujë ma, edhe ka në matis. A ujë nuk del. Po çfarë bëndi me të leshin të vjetër më përpara? E zaptonin burimin edhe e sillin ujin këtu? E mush me lesh ata, dega, edhe në matis që ujë zhvinde poshtë ujë. E ka kryet thonë mund në malë dërgasonjës. Çfarë rreziku mund cilli ujë? Ai rrezik, po të hapet, ai jiket fshat, edhe qyteti gjithë e fshat ai. E shem? Të mjesi po. Ai ujë? Ja ujë. Po shumë rrezik ishim. Ai Po është i madh ai, është në po. tokë? Ai në let, ku duket let ai. Është në dhe. Ka pas ditë ta, që ka pas më shkuat he. Po çfarë mund të jetë lum, liçen? Po lumi më të është ai që ka dalë pe aty ka kryer mal dërgasonjës. Nga këtu mal dërgasonjës. Mal dërgasonjës. Është fell shumë ai. Është thellë shumë. Po shumë fell. Në ajo që është fell, ai buron. Buron, edhe shembet dhe E shem edhe po poshtë kësaj. Franci, ky është një latar, domethënë se sa më shumë e shikoj, aq më shumë më kap ankthi, domethënë. Tani nuk e kuptoj se si vazhdojnë akoma dhe jetojnë atje Franci me gjithë familjen. Po ku të jetojnë me zemra ime? E kupton ti që po i përpiu dhe o 1-5 minutë që është gjithë sikleti, sa të dali fryma, pastaj shpëton, po të jetojnë në libraz ta me asistenca e me këshu bonus qeraje, po këshu kjo i bie të vdesë çdo ditë pak nga pak. Ama në Franci ta vëj bashkia dorën në zemër dhe të gjej një zgjidhje tjetër për këta. Shiko tash, Jona, se ti e di që ne si emision jemi shumë kritik ndaj pushtetit. Sigurisht. Po, dhe jo se nuk ka ndonjë pjesë të fajt pushteti vendor në këtë histori. Por ama ata nuk kishin patur një komunikim me banorët. Pra, domethënë, në një vend të pabanueshëm, pushteti ka lënë njerëz që të banojnë. Dhe tani duan që të japin një lloj zgjidhje këtij problemi, por siç duket nuk gjejnë gjuhën e përbashkët me banorët. Ja shpjeguam ne me 3 koncepte dhe u desh ndërhyrja e xhadave që historia të përkthehet nga shqipja në shqip dhe të marrin një zgjidhje. Fenomeni rrëshqitjes në këtë zonë, në fshatin Spathar, është i vjetër si problem. Rreth viteve 80 kanë filluar hapat e parë që ka filluar rrëshqitja e tokës. Pasi kjo është një relief me ujëra nëntoksore të theksuara. Në vitin 2017 është bërë një studim gjeologjik nga ana e Institutit Gjeologjik Shqiptar dhe ka dalë e pabanuar si zonë. Në 2017. Kjo shoqërohet dhe me dokumentacionin përkatës. Një pjesë e familjeve janë larguar, kurse një pjesë që aktualisht janë nuk janë larguar. Në datë 15 ndodhi që u pësua një shkarje tepër e madhe. Në moment kanë vajt strukturat e bashkisë janë interesuar për situatën. Është bërë njoftimi institucione vartëse, siç janë njësia administrative, plaku, familjarët. Gjithashtu është njoftuar prefekti, Ministria e Mbrojtjes, Drejtoria e Mbrojtjes Civile dhe Ministria e Brendshme. Për efektin që në rast se do jetë e nevojshme ndërhyrja e policisë për nxjerrjen në rast se është në shkallën më të fundit. Gjendja është shumë kritike. Grupet e punës të ngritura me urët kryetarit bashkisë vajtën terren, është bërë evidentimi dhe po bëhet vlerësimi i dëmeve që janë shkaktuar nga kjo rrëshqitje. Shtëpitë janë të vlerësimi i gjithë banesave. Një pjesë banesash ka qenë të vlerësuara në 2017 për një procedurë që është e ligjit. Nuk kanë marrë leje ndërtimi. Kompensimi bëhet në momentin që del leja e ndërtimit. Që të përfitosh lejen e ndërtimit duhet të kesh truall ndërtimi. Momentalisht bashkia e Librazit i ka ofruar familjeve
bonusin e qiras, pagesën total nga qirasa. Që të cilën e kanë kundërshtuar për shkak Një pjesë e kanë kundërshtuar për arsye se kanë bakti. Kjo është një ngërç. Financimi përfitohet në momentin që banorët gjejnë një truall ndërtimi, pajisën me leje ndërtimi. Leja ndërtimi nga ana e bashkisë është falas. Por në atë vend aty nuk mund bëhet ndërtim diku tjetër. Diku tjetër, qoftë. Po kjo është pjesë, përderisa bashkia nuk ka trojë lira, duhet ta gjejnë vetë privatisht. Pastaj motivi Pastaj do marrin kompensimin sipas ligjit 50% të vlerës së objektit, se çu është ligji. mund bëjnë një aplikim ndoshta këtu Dosja është bërë, grupet e punës po punojnë, tani del vlerësimi. Procedura është hap mbas hapi. Hapi i fundit është momenti që personat gjejnë truallin e ndërtimit, nxjerrin lejen e ndërtimit, në moment pastaj kalohet në këshill dhe marrin 50% të vlerës së objektit. Po mirë, tani këtë zgjidhje e thamne. Tani ku është e reja? Çfarë bëm ne xhadat? Po më fal, ai dëgjove bashkinë që tha që banorët le të gjejnë një truall, tha, ne do t'i japim lejen e ndërtimit dhe përveç lejes edhe 50% të investimit të ndërtimit, do t'i jaqë bashkia, domethënë. Tani më fal, bashkia nuk ja u kishte thënë më përpara këtë gjë banorëve të Spatharit? Nuk e di, s'di ç'a them, nuk jam e sigurt, po unë di të them që ne mbasi mbaruam te bashkia, shkuam në fshat, ja tham banorëve, se nuk e ke idenë jona sa janë entuziazmuar dhe thanë, po si s'na e kanë thënë më përpara këtë zgjidhje. Franci, tani me që më the këtë punën e investimit që do mbulonin vetëm 50% të investimit të banesës. Tani, për këta banorët, Franci, që nuk e kanë këtë mundësin e 50% tjetër të banesës të tyre, si do ja bëjnë? Tashi, unë, po t'isha nga Spathara, Më thuaj. do ta kisha bërë një projekt për një shtëpi 2 kaçe, ti merja 50% bashkisë, ta shtroja katin e parë, ta ndërtoja dhe pastaj një t'i fut qati. Kote, ka mëndje vetëm të hilja e ka mëndje, në? Mirë, unë thash, po t'isha unë, se banorët e Spatharës na kanë falenderuar me zemër në dorë dhe zgjidhja si kjo që i kanë dhënë xhadat, nuk i kishte dhënë asnjë. Atë ja ku kanë banorët këtu dhe çfarë tha bashkia, po ju a them në sy nëse do pranoni apo jo. Tani për bonusin që ras, normalisht ne i tham bashkisë që banorët e kanë refuzuar. Por bashkia tha një gjë tjetër, që në qoftë se ju do të zgjidhni një truall tjetër jashtë kësaj zone dhe lejen për ndërtim do ta merrni bashki e keni falas, do të financoheni 50% për banesën që do të ndërtoni. Jeni dakord për këtë që ofron bashkia? Okej, trullin e gjejmë vetë. Okej, po ashtu do Tua tha. 50%. thotë. Po, e du me 50%. Edhe unë jam shumë dakord. Në qoftë se trullin e gjej vetë. Po. Ashtu tha, do ta gjejmë vetë, xheni lejen kene falas, pastaj 5% që do ndërtosh banesën do financohet nga bashkia. Po ata aty rapisht që shteke Zoti na marr gjithë. Se ashtu. Po, jam dakord. Në qoftë se bashkia paguon 50%, unë jam dakord. Unë jam shumë dakord. Edhe ma merr mendje që nëse ai ka thonë këtë dhaf, ta tha sot. Nëse ka thonë dhaf, ai e ma. E kemi këtu të filmuar, e ka thënë. Nëse ka thonë ai burr këtë dhaf, ai demajn. 5% unë jam dakord. Jemi shumë lundur për ju atëre. Ju falenderoj. Lundur. Unë jam shumë i sur. Bëni procedurat dhe momenti që do nxirrni, 100%. momenti që do bëni të gjitha hapat, do më merrni në telefon, do më komunikoni se do vi prapë këtu. Miq të xhadave, kaq për sot, shihemi nesër. Natën e mirë. Natën.